Në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, Universiteti prestigjos Wageningen and Research në Holland do të zbatoj për herë të parë në Shqipëri modelimin në sektorin e bujqësisë, duke e nisur pikërisht nga Korça. Ky projekt përfaqëson një hap të madh drejt transformimit ekobujqësor, forcimit të kërkimit shkencor, përmirësimit të kurikulave universitare dhe ndërtimit të kapaciteteve profesionale moderne në fushën e bujqësisë. Takimet me përfaqësues të universitetit, por edhe me aktorë të tjerë të fushës së bujqësisë kanë nisur prej muajsh, ndërsa pritet që në janar të nisë zbatimi i nismës. Është një universitet që ka ndryshuar të gjithë bujqësinë e Hollandës. E ka bërë Hollandën nga vendet që eksportojnë prodhime bujqësore më të mëdhenj në botë. Ata do të marrin pjesë për të modeluar bujqësinë në Korçë, në qarkun e Korçës. Është shtrirje e bujqësisë së zgjuar në të gjitha hallkat që mbulon bujqësia në të gjitha institucionet. Do të ketë zhvillime të kurikulave, zhvillime të laboratoreve, sidomos me Fakultetin e Bujqësisë, ku përfshihet në mënyrë të veçantë siguria e ushqimit, por aty do të përfshihen dhe departamente tjera që do të kenë të bëjnë me trajnimet në edukim, me trajnimet e fermerëve, me trajnimet e specialistëve, dhe do të përftohet në këtë mënyrë një inovacion në fushën e bujqësisë. Universiteti i Hollandës do të kryejë fillimisht një studim, ndërsa më pas do të përcaktojnë edhe modelin bujqësor që do të ndjek qarku i Korçës për të pasur një bujqësi të pranueshme për Bashkimin Evropian.